Do të flasim për një temë shumë të rëndësishme, një temë që ndoshta njëherë shumë gjëra edhe janë shkalojmë ose nga frika ose nga paragjykimet dhe ato mund të rriten e të bëhen shumë më të rënda, ashtu siç edhe është rritur në rasti numri i rasteve. Po flasim për fruthin. Fruthi sidomos edhe tek fëmijët dhe ku fatkeqësisht pas Covidit që ishte në gjithë botën dhe në vendin tonë si pjesë e botës apo jo, njerëzit filluan edhe të shpërndanin të themi gojdhëna jo të sakta në lidhje me vaksinimin dhe shumë prind fatkeqësisht i lanë fëmijët e tyre të pavaksinuar. Dhe kështu që numri i rasteve të fruthit çdo ditë më shumë po rritet në vendin tonë dhe është e rëndësishme të flasim në lidhje me fruthin, se çfarë është fruthi, si mund t'i vrejmë ato simptoma, si mund t'i mjekojmë dhe natyrisht vaksinat sa janë të rëndësishme dhe kur duhet marr ato dhe nëse ka kaluar mosha mund të mirën sërish. Për këtë kush më mirë se sa një pediatër, një mjek dhe një farmakolog, besoj që thuhet kështu, që mirët pikërisht edhe me terapin mundet edhe me na sqaru. Faleminderit shumë që pranuat ftesën, doktor Valon Krasniqi. Faleminderit edhe për jush, për ftesën, për mundësinë që t'japin informata të lefshme për ata që na përcjellin. Për ndryshe, rastet po rriten çdo ditë e më shumë të fruthit. Për fillim ata të cilët nuk e dinë se çfarë është fruthi, cilat janë ato simptoma që shfaqen dhe çfarë është fruthi? Fruthi është një sëmundje virale, në kuptimin e virusi fajtor i kësaj sëmundje, një sëmundje që përhapet me rruga aerogjene, do thotë përmes kollës nxjerrim spërklat pështymës, për cilën te personi që kemi afër, dhe kjo është rruga përmes cilës virusi përhapet. Nuk përhapet me prekje, nuk përhapet me rrugë tjera, por është kjo rruga direkte aerogjene prej personit smurt, e personi i cili është i shëndosh ose i pa infektuar. E mira, domethënë deri vitet e fundit sa i përket frutit ka qenë se shkalla vaksinimit ka qenë jashtëzakonisht e lartë. Do thotë faktikisht kanë qenë tepër të rralla ose kemi mujt me i numëru me gishtat e dorës do të rastet kur dikush nuk e ka marrë vaksinën dhe ato për arsye objektive. Ndërsa në këto 10 vitet e fundit kemi një lëvizje për të keq, në kuptimin e reduktim të numrit të fëmijëve të vaksinuar. Shtyrje nganjëherë edhe pafund e kohës kur qoftë edhe mirët vaksina e parë ose edhe e dytë, dhe kretë kjo ka ndiku faktisht në rritjen e numrit të rasteve me fruth, jo vetëm tek ne, por edhe në botë. Është një fenomen kështu global, nuk është fenomen vetëm lokal. Edhe në botë është paraqit. Dërsa tek ne këtë vitin 2026 kemi numra të frikshëm, do të rreth 140 raste deri para pak ditësh, numrat mund të lëvizin çdo ditë. Për dallim prej disa vendeve të rajonit që po ezojmë në Maqedoni deri para pak kohe, do të thotë nuk e kanë pasur as edhe një rast vetëm të konfirmuar, po flas. Nërsa jemi shumë afër, 80-90 kilometra larg prej Shkupit. Po fatmirësisht deri në momentin kur po flasim, pavarësisht këtyre numrave që i prezantohen, nuk kemi pasur jetë humbura, sepse ajo është pjesa më problematike. Pse mundet njeriu ma humb jetën nga fruthi? Po, është një sëmundje e keqe, do të thotë kur them e keqe e paparashikueshme, nuk është si sëmundje të tjera ku mund vuajmë, po në fund ja dalim, do thotë jo në secilin rast arrim me mbijetu këtë sëmundje. Sa për ilustrim, do thotë për mos me i lodh shumë me shumë numra ata që na përcjellin, po për vetëm vitin 2022 në nivel global rreth 95.000 persona kanë humbur jetën nga fruthi. Nësa tek në vitin 2019 kemi humbur brenda një muaji 4 fëmijë të pavaksinuar, fëmijë jo me probleme të tjera. Do thotë fëmijë që po ta kishin marrë vaksinën, mund ta kishin kaluar si një flamë. Do të thotë janë humbur edhe 40 fëmijë prej frutit. Para pandemisë. Para pandemisë që nuk kanë qenë vaksinuar, aq është e rëndësishme vaksina. Shumë është e rëndësishme sepse në momentin tash po e them pak në mënyrë figurative kur vale smundjes të merr përpara, nuk është gjithçka në dorën e mjekëve. Në kuptimin ata e bëjnë të pamundurën, po nganjëherë rasti shkon për të keq, pavarësisht krejt përpjekjeve që mund t'i bëj ekipi i mjekëve. Prandaj do thotë është me rëndësi me u marr vaksina me kohë, sepse është mira vetme për me parandalu një situatë keqe që përmendëm. Do flasim edhe te vaksinat, po pse vjen deri tek fruthi? Përveç që mundet edhe me fruthi është një sëmundje që rezervare ka njeriu, do thotë kuptimin nuk e kemi tek kafshët, sepse ka sëmundje që na vijnë edhe nga kafshët. Dhe një person i smur, do thotë qëndron afër dikujt që është i paprekur nga virusi, përcjell virusin. Edhe në fillim nuk është se i jep një situatë shumë dramatike, fillon me rrjedhje të hundë, me koll, me temperaturë, po temperatura për dallim prej rasteve të tjera është e lartë, shpesh mbi 40 e gjysmë.
Dhe me njëherë pra bëhet edhe skuqja në them me e syve që është një sinjal që gjendja nuk është e zakonshme, pastaj shfaq ato egzantemat, ato ndryshimet që janë në trup, në fytyrë, mas edhe në pjesë tjera të trupit, dhe kjo është e momentumi kur shohim që nuk është diçka e zakonshme. Përzojmë edhe vetë para pak kohësh kam pas spaku 2 raste që i kam përcjell, njëri prej tyre është hospitalizuar, ka qëndruar me ditë tëra në spital, ka qëndruar edhe në përcjellje të vazhdueshme. Për fat ja ka dalë, do të thotë, po ka qenë një klinikë jo e mirë. Rasti i dytë ka qenë pozitiv me një klinikë të moderuar, po që ka arritur edhe me u trajtuar në shtëpi. Po jo secili prej atyre që mund të infektohen mund ta kenë fatin e këtyre dyve që i përmenda. Kemi pasur disa raste tjerë që janë përcjell, kanë qenë edhe me oksigjen, dhe kjo tregon se nuk kemi të bëjmë një smundje të zakonshme. Pastaj rreziku tjetër se problemi tjetër i fruthit është mundësia për të dhënë komplikime, cilat nganjëherë mund të degradojnë faktikisht edhe në një situatë ku ose vdes komplet pra pacienti ose ngelet në një situatë pa perspektivë. Kemi raste të tilla dhe kemi edhe në klinikë. Po kur them pa perspektivë në kuptimin që ai numërimi shkon mbrapsht. Do thotë nuk është se kemi në dritë në fund tunelit, po është çështje kohës. Ka pasur aq fatale. Po flasim për fruthin, vetëm tek vaksinat, kur është mosha adekuate dhe kur duhet marrë vaksinat? Sipas kalendarit vaksinimit është mosha 1 vjeç, kur mirret bashkë me 2 vaksina tjera. Fatërisht është një vaksinë kombinuar, MMR quhet, do thotë mumpsi është parotiti, do thotë masnej morbili edhe rubeola, një virus tjetër, ma pak problematik krahasuar faktikisht me virusin e frutit. Kjo është e mosha sipas kalendarit vaksinimit kur duhet mirret vaksina, po tash prej përvojës, prej praktikës të përditshme. Shumë pak ka prind që japin moshën 1 vjeç. Do thotë shumica prej tyre, një shumicë dërmuese japin mbas moshës 1 vjeç. Edhe ato në shumicën e këtyre rasteve të shtyr nga një momentum i caktuar. Për shembull, këtyre ditëve kam pas kështu plot vizita që kanë ardhur specifikisht për me pa është fëmijë e tyre gatshëm me marr vaksinë sepse i kanë pa numrat. Do thotë, po të mos i kishin pa numrat, do të këto po them nga përvoja, nuk e kishin shtyente. Do thotë, po duhet një lloj triggeri, një lloj ngacmuesi nga jashtë, numra, fjalë që dëgjojnë, shkrime që i lexojnë dikun se pas që kanë rrit numrat edhe është rrezik, edhe ai është ai arsyetimi ose motivi i tyre faktikisht për të shkuar dhe për të dhënë vaksinën fëmijës. Kështu që mosha idealisht mosha 1 vjeç, po prej praktikës po flas për Kosovë, për vende të tjera do të thotë varet prej vendit, po tek ne në shumicën absolute të rasteve do të mbi 1 vjeç, ka raste 2, ka raste 3 vjeç. Po çfarë nëse jemi në moshë madhore të rritur dhe nuk e kemi marrë vaksinën? Ato të konsultohet edhe imunologët, do të edhe epidemiologët, ata që janë thirrur vetëm për çështjen e vaksinave, po prej rasteve të ngjashme, do të thotë vaksinat mund të merren edhe më vonë. Do thotë nuk ka një moshë ku dikush nuk mund të thonë jo tash ka kaluar koha ti s'mundesh me marr vaksinën. Se tek e fundit vaksina nuk kupton mbrojtje. Do thotë ne kur marrim vaksinën ne i themi sistemit tonë imunitar krijo ushtar, krijo policë me cilët ti ke me luftu virusin kur gjen kontakt pra me të. Kështu që do thotë nëse dikush prej neve për x arsye nuk e ka marrë vaksinën në kohën e duhur, mund ta marrë edhe më vonë pas të lashë, me kush që mos ketë probleme, në kuptimin në momentin kur don me marrë vaksinën, mos me pas problem, po duhet një kontroll te mjeku, më pa që a ka apo s'ka probleme. Ka pasur raste kur kanë pyetur dëgjuesit që sepse mirret në 2 doza në fëmijërinë e hershme dhe ka pasur raste kur ka fëmijë që e kanë marrë vetëm 1 dozë, tjetrën ose ka munguar ose nuk ka pas numër të mjaftueshëm pacientëve. Doza 2 mirret më vonë, po është dozë përforcuese, po. Do thotë kalendari parashet 2 doza vaksinash, cilat për me emri në plotni ata që na dojmë, do thotë do të marr të dyjat. Po është interesant shumica që e marrin dozën e parë, e marrin edhe dytën. Do thotë dhe tash sipas statistikave zyrtare që kemi disponueshme, do thotë këto vitet e fundit e kemi mbi rreth 92% fëmijëve i kanë marrë fatikisht të 2 dozat e vaksinave, që nuk është keq. Kishte qenë më mirë me qenë pak më shumë, do thotë në vitin 2019, pra një vit para pandemisë,
patronë 85%, që do sa ma poshtë me qenë shkalla e vaksinimit, rreziku kështu i përgjithshëm për një shoqëri është më i madh. Kështu që këto vite do kemi një rikuperim. Prej 85 është rikthy në mbi 90, ku 92% jemi për momentin. Kështu që më mirë me qenë më shumë, me qenë 88-99%. E përmendëm edhe moshën e vaksinimit që diku në afër 1 vjeç, por edhe nëse ka kaluar mosha e nuk e ka marrë, mundet me u vaksinu me një konsultim, me një vizitë mjekësore. Por si të sillemi kur kemi dikë të prekur nga fruthi, ndonjë antar të familjes, ose kur ne vetë prekemi nga fruthi? Veç izolimit, nuk ka ndonjë metodë tjetër. Do thotë nëse unë jam i smur në momentin që kur po flasim, rruga e vetme mbetet që faktikisht ne pas një maskë, për mos të përcjell virusin të tjerë. Vetëm përmes shtypës, jo prekjes. Jo, me prekje jo. Jo, domethënë po, për shkak se smundja te personi i smur shoqërohet me një koll bukur të shprehun, na me koll nxjerrim pikza shtymës jashtë bashkë me virusin. Veç kjo është rruga përmes cilës përhapet virusi. Kështu që, do thotë kjo është vetë rruga vetë me farë formë distancimi për personit smur, kuptimin tash nëse kemi në familje ne kemi problem kështu distancim të plot, po me majt maskën edhe ne që jemi të paprekur edhe ai që është i smur së spakut ne. Për mos me kap virusin, mos me qenë pranues i virusit. Zakonisht tek fëmijët e vegjël që janë në kopsht, prindërit e angazhuar me punë, ndonjëherë nguten për punë dhe ndoshta edhe nuk e vrejnë, shohin që ka kollitje, temperaturë të lartë, ja japin medikamentin për temperaturë dhe e dërgojnë në kopsht hajtë se i kalon. Duke mos di që është fruth. A ka ndonjë simptom tjetër që mundet me u vrej që mundet me qenë fruthi për fillim? Skuqja e syve. Domethënë duket tamam sikur me na ra ujë val në fytyrë, skuqet edhe fytyra komplet, syt skuqen, lotojnë. Rrjedhja e hundë dhe kolla nuk janë shumë tipike sepse probleme të tilla i kemi te smundje tjera, pasi kur hapet goja ndo si njolla, do të thotë që janë me ngjyrë të bardhë në blu. Që ato nëse hap gojën prindi mundet me vrej që diçka s'është në rregull, po ajo çka është një sinjal pak më i pazakontë është temperatura e lartë rrin mbi 40, do thotë edhe skuqja e syve, diçka që vren me sy, sepse detajet tjera i konfirmon mjeku, po ato çka mundet me i vret edhe prindi, pra është skuqja e syve dhe temperatura shumë e lartë. Edhe ekzantemat janë ato njolla, ndryshime në lëkurë që i vrejmë mbulot komplet fytyra edhe trupi, do thotë pra kombinimi temperaturave të larta, ndryshimeve në fytyrë edhe në trup, edhe skuqja e syve, këto janë më tipike. Do të të tjerat nuk janë tipike se në të smundje tjera. Tek disa sëmundje kemi dëgjuar që në moshë më të re, më të hershme e kalon më lehtë sëmundjen se sa në moshë madhore. Është edhe te fruthi i njëjtë? Fruthi sa më i vogël më keq është, do thotë vdekshmëria më e lartë në nivel botror, po flasim është nën moshën 5 vjeç. Do thotë personat e pavaksinuar që kapen nga smundja, ata janë pjesa më e rrezikuar. Mirë, po kuptohet edhe prej problemeve të mundshme nuk shpëtojnë as moshat e rrituna, sepse edhe në moshat të rritura mund të kemi situata kur mundet mos me shku mirë. Po pjesa më e ndjeshme, më e thyeshme, kuptim mosha më e thyeshme është mosha nën 5 vjeç. Sepse edhe statistikat botërore tregojnë këtë. Shumica e vdekjeve janë nën moshën 5 vjeç. E me çfarë trajtohet fruthi? Trajtimeve simptomatik. Do të thotë simptomatik, ilaçe për temperaturë, kolla menaxhohet nëse është komplikohet sepse nuk i përmenda më herët, pra fruthi mund të jap pneumoni, mund të jap ndezje të mushive, do të thotë një problem na e bën edhe një problem të dytë. E pneumonia pastaj nëse është veç virale, do të thotë trajtimi mund të qenë edhe ato simptomatik. Po nëse klinika është e rëndë ose komplikohet me një problem me bakteriat, e lypet edhe antibiotikët. Kështu që kjo është ajo që mund të jepet edhe si trajtohet fruthi. Unë tregoj prej përvojës të përditshme, kemi pas një rast që është dashur në klinik, kanë pas për shembull disa prej tyre kanë nevojë për mbështetje me oksigjen, sepse kur preken mushkërit, kur kemi pneumoni, rregullohet këmbimi i gazave dhe më pak oksigjen merr trupi,
prandaj ka nevojë për mbështetje, do thotë suport nga jashtë me oksigjen. Nëse nuk ka nevojë për oksigjen, saturimi ngelet mirë, mund të kenë nevojë vetëm për antibiotik, për sjellje të vazhdueshme, një hidratim të mirë, dhe kuptohet nëse fëmia nuk han, që është shumë e mundshme, sepse sëmundja përveç tjerash oreksin, thënë me rrezon për tokë, atëherë mundet me ushqy fëmia edhe përmes venës, edhe përmes infuzioneve. Kjo është në pikat kryesore të trajtimi i këtyre rasteve. Rastet më të lehta trajtohen edhe në shtëpi. Jo detyrimisht me antibiotik, mund të trajtohen vetëm me paracetamol, brufen, hidratim, ushqim sa më të mirë që është e mundshme, edhe përcjellje rastit. Në kuptimin që nëse diçka shkon mirë. Kur flasim për ushqim, nuk kuptojmë me siguri pemë, perime. Po një dietë më e pasur, jo vetëm fruta dhe perime, sepse ato ofrojnë sheqer, minerale, vitaminë të mira, domosdoshme, nuk diskutohet, por organizmi ka nevojë edhe për lanë të parë, kemi nevojë për proteina, sepse ato antitrupat që neve na mundsojnë me luftu virusin, landën e parë marrin nga proteinat. Tash po e thjeshtojmë nga mishi, ngikush mishi i bar, fasulja, veza, spinaci. Spinaci jo nuk ka shumë fatisht, po duhet me marrë dhe ato proteina dikun. Do thotë nëse nuk e marrim, organizmi nuk ka ndonjë mekanizëm e kriju proteina, ose detyrohet me shfrytëzu ato aktuale që i bën, kjo shoqërohet me një humbje pesh, një lodhje të organizmit. Që i bën një ushqim i mirë, në kupton edhe proteina, edhe minerale, edhe vitamina, dhe hidratim të mirë. Do të thotë një dietë e larmishme, jo dietë uniforme, do të thotë vetëm me fruta, perime, ajo është vetëm një bazë, po e kombinuar edhe me ushqime tjera. Ne folëm edhe për tretmanin edhe terapinë se si përdoret për frutin, por sa zgjat fruti, ka datë faktikisht, ka ditë saktume që zgjat një javë, 2 javë më shumë? Prej raste është pak edhe individuale, do thotë mund zgjas deri në 2 javë. Prej momentit kur i kemi simptomat e para. Po prej rasteve do të në praktikë, po ju them. Po ka raste që kalojnë edhe për 1 javë. Do thotë po problematike është te smundja një detaj që për shembull ne mund të jemi virus bartës edhe 4 ditë para se tek ne manifestohen simptomat. Edhe 4 ditë mbrapa, që i bën dikon 8 ditë një person i infektuar është burim i smundjes. Do të thotë kështu që po mesatarja e trajtimit që më përgjigjesh për konkretisht pyetjes juaj, pra është diku prej 1 deri në 2 javë. Prej 1 deri në 2 javë. Jo, po flasim për ato raste që kanë një prognozë, një progres të mirë. Se ato raste të këqija ato shkojnë gjatë me muaj, tërgo kemi raste edhe me vite. Ka raste kur njerëzit edhe kanë kaluar frutin dhe për disa smundje e dim që vetëm një herë munden me të prek në jetë. Është edhe fruti i tillë që nëse ke pas një herë nuk mundesh me pas. Nëse kemi kalu si smundje, kemi kaluar sikur me marr 2 dozat e vaksinës, njëjtisht. Nëse kemi te kalu, kemi mbijetu, ose për shkak të rrezikut që do të ka gjasa për herë 2 të bie fruti. Vetëm nëse kemi në smundje që shënohet me problemet të theksimit të imunitetit, po që ato janë të ralla edhe tjetër do ata fëmijë që kanë probleme të lindura me imunitetin, ata kanë trajtim të veçantë, do të thotë tek ato kategori edhe çështja e vaksinimit është më problematike. Kështu që nëse kemi kalu, nëse do në mirë përmbledhur me u përgjigj, nëse e kemi kalu smundjen, edhe nuk kemi kështu probleme serioze, konsideroj që do të thotë nuk mund të rrish me një person me froth pa rrezikun për ta marrë edhe një herë smundjen. Është koha e pushimeve dhe ka do të thotë familje që ndoshta kanë vetëm një fëmijë, burrë e grua kanë kalu frutin dhe nuk e kanë problem nëse fëmiu i tyre preket në aspektin për ta bartë edhe ata, por a duhet i vazhdojnë pushimet? Apo duhet kthehen nga pushimet, sepse ka edhe prind të rinj që ndoshta nuk ja kanë idenë, po i merr ilaqet, nuk po e ndërprejnë pushimin, duke pas parasysh janë edhe temperaturat e larta. Problematike është nëse fëmia nuk manifeston në klinikë të rëndë, kemi edhe raste që shkon ma lehtë shkon smundja,
prindërit e konsiderojnë, po ndoshta edhe mjekun, edhe nëse vizitojnë mjekun e konsiderojnë si një problem tjetër. Shiko, fruthin në të format jo tipike është problem, do thotë edhe mjeku me i dhanë emën, do thotë në kuptimin e një formë më e lehtë të smundjes lirisht ja vendosin një emër krejt tjetër, një emër më të përgjithshëm, është tani rinë konjunktivit, problem hun sy, eventualisht një traketë, do thotë që i prek pak mushkënit, edhe nëse klinika s'është e rëndë, ai prindi nuk e merr zorin, do thotë me marr fëmijën e vet sepse nuk e din që ka fëmijën e smut me frut. Nëse edhe te mjeku që ka dërgu dhe ai nuk ka pa elemente fatisht që kemi një frut tipik dhe nuk bëhet testi serologjik, testi me gjak për me tregu a jemi të smur ose jo, ata e konsiderojnë si një smundje të zakonshme dhe vazhdojnë pushimin, ndoshta edhe pa faj, për shkak se thjesht ai nuk e din që ka fëmijën e smur me frut. Duhet klinika me qenë plot me ato elemente që i përmenda më herët, duhet me u bë dhe testi serologjik, analizat për me u konfirmu, edhe tek atëherë prindi, nuk besoj që një prind që e merr vesh që ka fëmijën me frut, vazhdon pushimin, tash bota ka gjithçka, po në shumicën absolute të rasteve shkalla e ndërgjegjësimit të prindërve është rrit shumë, për të mirë. Ka disa smundje që kur janë të prekur, nëse nuk gaboj lija e ujit, për shembull që nuk bën me ula, thuhet në atë periudhë. Por gabim ka qenë, do thotë as tek lija e ujit, por edhe te fruthi mundet me higjiena me umbajtje normal. Prindve ju them kështu konkretisht sa herë ti të kish kohë gjishef, mundesh me la fëmijën. Nuk lidhen me ato, sepse mos larja nuk na ndihmon, mos lara një bën veç fëmia, zoti më ardhera ju e mirë fëmijës tënd, do mos e mujt më marr me fëmijën tënd. Jo, nuk është ajo që e përketson siç kanë qenë në kaluarat. Jo, ka që po ideja sepse smundja e lis për shembull tash është kjo temë tjetër, po për shembull është një smundje që problemi kryesor ka ndryshimet në lëkurë. Edhe ai ideja mos me ilaçi rrin aty edhe vepron më mirë. Jo, praktikisht nuk është dëshmuar. Do të thotë po them prej që 2 dekada punoj si mjek i pavarur edhe prej rasteve që i menaxhoj në mënyrë të vazhdueshme, në asnjë rast larja e përditshme nuk ka ndiku për të keq, përkundërzi ka ndihmu për të mirë. Tash përvoja është një evidencë cilën mund të marr parasysh pasi të lashe. Nuk ka asnjë dëshmi që mos larja animon. Përkundërzi lirish lani sa herë doni, veç inshallah fëmia ka fat edhe nuk e ka në një formë pak më problematike të smundjes, përndryshe muj me ilas sa dojnë. Pra me sa kuptuam, vaksinat janë ato kyçe për edhe nëse prekin nga fruthi mos me qenë me fatalitet dhe nga ato më të komplikuarat. Por përveç a ka dhe diçka tjetër që mundet me përkecu fruthin derisa jemi me fruth që edhe me njanu që mos me pas edhe më të rënd frutin? Nuk ka diçka specifike, në kuptimin që për shembull një veprim ose mos veprimi joni mundet me përkecu, jo. Format e lehta të tregova trajtohen edhe në shtëpi. Kur është forma e rëndë që ajo shihet edhe konfirmohet edhe nga ana e mjekut edhe mbas analizave, kërkon trajtim në spital. Në spital përcjellja është 24 orë, në kuptimin nuk ka diçka rrethanore që mundet me bë më të rënë smundjen. Do të është krejt specifike, virusi i kombinuar me faktorë që lidhen me individin. Do të një imunitet më i dobët, një organizëm më i brisht, sigurisht është më i thyeshëm edhe smundja manifestohet me një klinik më të rëndë, po ajo pjesa që lidhet me gjenetikën s'është në dorën tonë, nuk është nuk e përcaktojmë gjenetikën tonë, lindi me një gjenetikë caktuar dhe jemi të tillë. Përndryshe nuk ka ndonjë faktor rrethanor që mund të më bëjë më të keq smundjen, veç nëse smundja komplikohet me një smundje dytë, po natyral se trajtimi në spital. Kështu që do të thotë në spital bën krejt ato çka parashë protokoli, edhe mund të them përveç punës të mjekëve duhet edhe me ulut me pas fat pak individi, sepse nuk e ka mjeku gjithçka në dorë, në kuptimin nuk është çdo detaj në dorën e mjekut. Ne i japim krejt ato çka duhet, e ofrojmë krejt shërbimet e nevojshme, po nga njerë smundja shkon krejt ndryshe të 2 persona me smundjen e njëjtë. Kështu që ajo aty hyn lojë në farë forme komponente individuale që ajo s'është në dorën as mjekut, as prindve, as vetë individit, është një gjenetikë që ne e trashëgojmë edhe kaq. Doktor, për fund, krejt mund të drejtohesh edhe ka kamera për ata prind që nuk i kanë vaksinuar ende fëmijët, por edhe të rriturit që nuk e kanë marrë vaksinën e frutit, cili do ishte mesazhi juaj? Secili prej atyre që nuk është i vaksinuar, ose në rastin e fëmijëve që është ajo
korpusi i pacientëve me cilët unë merr në baza ditore do të më shku edhe me marr vaksinë, me kur që mos kenë aktualisht një problem serioz pra me shëndetin. Nëse ka ndonjë dilemë prind ose fëmia manifeston një problem të vogël, konsultohet mjeku, në një formë mirët leja edhe shkot edhe mirët vaksina. Është rruga e vetme për me u mbrojtë prej kësaj sëmundje. Nuk guxoj me lanë në atë opsionin që të presim smuret, ndoshta ka lënë sikur X ose Y. Nuk është sëmundje me copy paste, do thotë prandaj duke pas parasysh ato që i thamë edhe i diskutuam më herët, rruga e vetme me u mbrojtë prej kësaj sëmundje është vaksinimi me kohë edhe vaksinimi i parapamtur sipas kalendarit të vaksinimit. Kuptohet, nëse në momentin kur ka nevojë me marr vaksina, fëmia ka një sëmundje mund të shtyhet për pak, po jo me muaj edhe me vite siç më ndodh nga praktika. Nga praktika. Edhe për fund, për në një farë forme edhe për me hekat me rakun që e thot populli vezvesën, do thotë vaksinat kundër fruthit nuk janë të rrezikshme. Jo, do të tash duhet me përmend arsyeja pse prind i shtyn mos më dhënë vaksinën është informata që ka qarkullon prej shumë vitesh se shkakton autizmin. Autizmi është problemi i lindur. Fëmia lind me autizëm, do thotë nuk zhvillohet kur kemi moshën 1 vjeç. Do të them prej praktikës në 1 vjeç e marrim vesh që ka elemente, do thotë që nuk po shkon fëmia mirë. Përndryshe nuk shkaktohet prej vaksinës. Evidenca botërore, do thotë hulumtimet e multicentrike që bën krejt botën nuk kanë dëshmuar lidhjen mes vaksinës edhe sëmundjes së autizmit. Kjo është frika, kjo është arsye pse kanë shtyr, jo prej neglizhencave tjera. Kjo është arsye. Ajo arsye për momentin kur po flasim nuk ka bazë. Nuk ka bazë. Prandaj duke pas parasysh se nuk ka bazë, nuk ka kurfar lidhshmërie me vaksinën, këshilla ime jo vetëm këtu, po e bëj vazhdimisht është jepjani fëmijëve për vaksinën në kohën e duhur. Është rruga e vetme për me mbrojtë fëmijën tuaj pra nga ato që i përmendëm për më herët. Nuk ka rrugë tjetër. Doktor, faleminderit shumë që ishe me neve. Faleminderit edhe për juve për mundësinë që bashkëbisedojmë dhe të ofrojmë diçka që mund të më hyjë në punë atyre që po na përcjellin. Uroj të kemi sërish edhe të flasim për tjera tema. Kurdo që ka nevojë.